asnjëherë nuk kam thënë që nuk do t'jap dëshmi apo se refuzaj të jap dëshmi. Përkundrazi kam thënë që jam jo vetëm i gatshëm, por edhe interesuar që të dëshmoj. Në anën tjetër kam shkruar letrën të cilën kam treguar edhe oraret se kur mund të bëhet dëshmia. Unë i mirëpres prokurorin e shtetit në zyrën e kryeministrit. Ka pasur raste të kaluarën kur prokurorët, hetuesit kanë ardhur për kryeministra, madje jo vetëm si dëshmitar, po si të pandehur. Po të thënë vetëm se kemi edhe një rrugë. Kemi mirë fritë. Faleminderit shumë. Kjo është një, të themi ashtu, jam i njohur të keqe edhe parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve dhe duhet të ditur faktin që sundimi i ligjit dhe barazia e ligjit vlen për të gjithë. Pra si për ata që mbajnë pozita të larta shtetërore, ashtu edhe për çdo qytetar.